Një fëmijë 3 vjeçar me prejardhje nga Kosova ka ndruar jetë në Gjermani, pasi dyshohet se ka rënë në një lumë disa ditë më parë. Bëhet fjalë për Zef Krasniqin, i cili siç shkruan Peja në Fokus, kishte rënë në lumin Sieg, në qytetin Siegen, gjatë një aktiviteti me fëmijë të tjerë në mbikëqyrje. Rasti është raportuar edhe nga media gjermane, përfshirë RTL West, të cilat kishin njoftuar se fëmia ishte gjetur në ujë, ishte reanimuar dhe ishte dërguar në spital në gjendje kritike. Sipas informacioneve të siguruara nga familja për portalin Peja në Fokus, voglushi kishte qëndruar për disa ditë në gjendje kome për të ndërruar jetë të hënën. Familja e tij ka prejardhje nga Nepolja e Pejës, ndërsa për ceremoninë e varrimit ende nuk janë dhënë detaje.